Por së pari për rikujtoj dhe njerë në përmjet këtij fleshit të shkurtër informativ, të cilat kanë qenë zhvillimet kryesore të ditës. Pa kënaqësitë e opozitës e mazhorancës, sipas kreutës Pak Lodjan Braho janë dëshmi se institucioni po vepron në rrugën e duhur pas standardet të dyfishta. Gjatë raportimit në kuvent, Braho ju përgjigj insistimit të opozitës për të thirrur Ramon se kush ka prova t'i dorëzoj. Kreu i SPAK nuk e përjashtoi një kërkesë të dytë në kuvent për arrestimin e Belinda Ballukut. Sot në fatin e fundit të Komisionit të Reformës Territoriale, palët nuk gjetën dakordsinë për një produkt final, pasi kërkoi shtyrje të afatit deri në tetor, PD braktisi komisionin, ndërsa Partia Socialiste prezantoje vetëm raportin bazuar në variantin fillestar të saj, ku propozohet një numër më të ulët i bashkive, si niveli 2 qeverisje vendore. Socialistët parashikojnë edhe rajonet. Partia Demokratike ka mbledhur këtë pasdite Këshillin Kombëtar për të zgjedhur ekipin e ri në ndihmë të kryetarit me ndryshimet të sekretariatet dhe nënkryetaret. Me të njëjtën filozofi si rizgjedhja pa garë 2 muaj më parë e Berishës, edhe gara për sekretarin e përgjithshëm Flamur Noga, ku në minutë të fundit si rivali i tij është saktuar Sajmir Koreshi. Kryetari i Partisë Mundësia e bleu vetëm 2.9 milion euro, ndërtesën dhe e truallin që vetëm pas 4 vitesh e shiti 15 milion euro, 5 fish më shumë. Një tjetër reagim në vërtetë i shehej. Ende nuk ka një sqarim zaurues për këtë lëvizje, ndërsa nga ana tjetër tani më thotë se vila ishte 500 metër katror dhe jo 251 metër, siç e ka raportuar në 2 deklarata të ndryshme pasurie. Gjykata e Apelit la në fuqi dënimin me 16 vite burg për autorin e mitur të vrasjes së Martin Canit në nëntor të 2024. Seati thotë se pretendent për një vendim ishin edhe për më të rënd, por deklaron se respektojnë ligjet, ndonse dhimbja për familjen është e madhe.